Jam 20 vjeç, mami më thot, duhet të punosh, të nxjerrësh bukën për vete. Unë nuk dua, çfarë të bëj? Duhet dikush me të ta nxenë qafën që të ndryshosh. Unë të këshilloj që ta lesh dembelizmin, ti bindesh mamas. Ajo ta do të mirë, do që ti të përpiqesh të punosh, të ecësh para. Kështu që unë të këshilloj të ndryshosh, të reflektosh. Nuk ka ngrënë dikush ushqim më të mirë se sa ajo që fitohet me dorën e tij, pra me djersën e ballit, si thon. Kështu që përpiqu. Ne ndjekim profetët e Zotit. Profetët e Zotit kanë punuar. Profeti alayhis salam ka punuar. Kështu që unë të këshilloj me punu, muslimani duhet me punu, me u përpjek, me kërku riskun, larg dembelizmit.